Një do incidente interesante që mujna me marrë mësim për me pas kujdes ma shumë, po e nisim me një incident që ndodhi mbrëm në Skenderaj dikon 5 dite, ku një bombol gazi ka shpërthyer dhe është lënduar një 13 vjeçar. Që ka ndodhë? Atje në fshatin Aqareb, një pronar i një lokali pas ka djegur disa mbeturina, edhe në ato mbeturina pas ka pasur edhe bombola gazi në një boc plini që i thojmë ne, edhe një djali i ri që pas ka qenë duke kullosur lëpt si bari i tyne, që ka afruar tek ai zjarri në atë momente pas ka shpërthyer bombola e gazit dhe ka pësuar lëndime djegje madje edhe në fytyrë, sa që është dashur që të trajtohet edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka marrur trajtim dhe më pas është liruar pas trajtimit që ka marrur. Shpresojmë, po them, si rast Iran, por në situatat të tilla të kemi kujdes në vazhdimsi ndaj këtyre gjysandeve ose bocave të plinit ose bombolave të gazit, sepse din të jenë vërtet të dëmshme në situata të tilla. Edhe nuk është që po ndodhin në rrallë këto lloj incidente në vendin tonë. Më rëndësi është mirë, është rrezikut për jetë, shpresojmë që të shërohet sa më parë. Kjo është e mira që vetëm ka pësuar disa lëndime djegje në fytyrë dhe fatmirësisht është liruar edhe nga spitali, tash është në trajtim në shtëpinë e tij. Policia normalisht në rajonin Mitrovicës është duke vijuar hetimet mbi këtë lloj incidenti. Ndërsa një aksident ka ndodhur në mes të një makine dhe një motori mbrëm vonë në Podujev, në fshatin Lug, atje ku janë lënduar më pas nga ky aksident 3 persona. Sipas policisë së Kosovës, rreth orës 18 të pasdites së djeshme, është informuar për këtë lloj aksidenti, të njëjtit kanë dalur në vend ngjarjes dhe kanë hasur që në aksident kanë qenë të përfshirë një automjet dhe një motocikletë dhe si pasojë këtij aksidenti kanë pësuar lëndime 3 persona, të njëjtit kanë marrë trajtimet shëndetësore, por që fatmirësisht edhe këtu kemi rastin që nuk ka lëndime të rënda trupore të këtë lënduarit, përveç që 3 nga ta janë kuruar ose kanë marrur shërbime spitalore, kanë pasur nevojë për ndërhyrje të mjekëve. Tek zhvillimet politike, sot ka vëmendje të madhe tek takimi i parë i një raundi të ri të një gjetjes së një emri të ri për president, gjatë të shtunës e patëm ditën e fundit të presidentes Vjosa Osmani në detyrë, sa që në mënyrë demokratike ja kaloi ashtu siç e përcakton edhe kushtetuta, ushtrues detyre tash e kemi të presidentit Alberina Agjiun si kryetare e kuvendit, ajo automatikisht sipas kushtetutës në momentin që posti i presidentit mbetet vakant, i kalohet kryetares së kuvendit një detyrë e tillë. Ajo ka të drejtë ta mbajë këtë detyrë jo më shumë se 6 muaj, pra në situata të tilla mjaftueshëm. Tash shohim nga dita e sotme pritet ky raundi i ri i tentimit ose përpjekjeve të gjetjes së një emri për president dhe takimi i parë mes kryeministrit Albin Kurti do të jetë ai edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lomir Abdixhiku. Klan Kosova ka mësuar që takimi do të mbahet ka ora 11 në kuvendin e Kosovës në disa nga zyret të kuvendit dhe ky takim sigurisht do të ngjej vëmendje të larta të medjave që do të kenë interes të përcjellin këtë takim të parë mes tyre, më pas Kurti ka paralajmëruar që do ta ketë takim edhe me liderët e tjerë opozitar. Për Ramush Haradinaj nuk dim pse po themi Ramush Haradinaj, sepse edhe në raundin e parë, po them para vendimit të gjykatës kushtetuese, nuk ishte takuar Kurti me zotrin Haradinaj, por vetëm me zotrin Bedri Hamza dhe zotrin Lomir Abdixhiku për gjetjen e një emri të përbashkët për president. Tash përshkojmë tek një rast në Lezhë, ku mbrëm vonë rreth orës 11 të natës ka ndodhur një shpërthim kogja i madh në Lezhë, ku pamjet i kemi nga vendngjarja. Atje dyshohet që një bombul gazi ka shpërthyer dhe dikun disa kogja lokale në katin e parë të një ndërtese 5 katëshe janë dëmtuar, madje janë dëmtuar edhe disa automjete vetura të cilat kanë qenë të parkuara në atë zonë. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar nga ky rast. Dyshohet që krejt ky incident ka ndodhur nga bombola e gazit
Edhe ky incident ka ndodhur dikon veç 100 metra larg stacionit të policisë së Shqipërisë në zonën e Lezhës, dhe të cilët kanë qenë me njëherë në vendngjarje bashkë me zjarfiksit për të tentuar dhe hetuar krejt këtë incident. Fatmirësisht nuk ka të lënduar përveç gjatë dëme materiale në disa lokale për rreth dhe të disa veturave që janë prekur atje. Pashkët katolike janë duke u festuar nga gjithë besimtarët katolik gjatë ditës së djeshme dhe sot. Sot edhe Kosova shënon si ditë feste në ndër të kësaj feste. E gjatë ditës së djeshme ka pasur 2 incidente interesante në kuadër të organizimeve festive të Pashkëve. Në Gjermani, qenë ka një lloj aktiviteti festiv për me i gjetë vezët në pyll. Që kështë pylli jonë këto? Në kërkim e sipër në një organizim në Gjermani, pas ka ndodhur një